Edhe 30 ditë para burgim për Bekim Maksuzi, ish drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim si njëri nga të dyshuarit për zjarrin në Koçan. Maksuti në burg qëndron tashmë 2 muaj prej kur gjykata penale e Koçanit vendosi për para burgimin e tij. Kurse para më pak se një javë, ish-ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi u lëshua në paraburgim shtëpiak, pasi gjykata e Koçanit vendosi që masën e paraburgimit për Bekteshin ta zëvendësoj me paraburgim shtëpiak. Në paraburgim shtëpiak janë edhe 2 ish-ministrat e tjerë të ekonomisë, Valon Saraqini dhe Bekim Neziri. Në të njëjtën mas janë edhe 3 ish-kryetarët e komunës së Koçanit, ashtu si dhe shumë zyrtar policor dhe shefa policor të Koçanit. Zjarri në diskotekën Puls në Koçan që shpërtheu në orët e hershme të mëngjesit të 16 marsit, 59 persona ndërruan jetë dhe rreth 200 të tjerë u lënduan. Më pas numri të vdekurve u rrit, pasi edhe 3 pacient vdiqën derisa po mjekoheshin nëpër spitale. Të lënduarit nga tragjedia shumica prej tyre u dërguan për trajtim jashtë shtetit, ndërsa disa u mjekuan brenda vendit. Nga hetimet për tragjedinë deri tani janë përfshirë 59 persona si të dyshuar, prej tyre 19 janë në paraburgim efektiv, 13 në paraburgim shtëpiak, 12 me mas kujdesi dhe 1 është në mjekim. Hetimet për këtë rast ende po vazhdojnë.